Kemi vetëm një informacion të fundit për ndarë me ju dhe pastaj edhe disa emra fituesish, por siç ka qenë e prezantuar në ato që quhen Neuralink Chats të javës së kaluar, Elon Musk po thot tani se jemi pranë kthimit të pamjes për të verbrit. Fantastike, lajm shumë i mirë. Njerëzit që s'kanë parë kurrë do të mund të shohin, thot ai, edhe pse teknologjia është ende në fazat e para, po flasim për Neuralinkun, ku një kamera që do të montohej në fytyrën, po themi, ose në syzet që do të vendoste dikush që nuk shikon, do të mund pastaj të transmetonte direkt në amigdal apo në korteksin, i cili është nga këto, se unë kam iden tani fikse, nuk jam studiues i trurit, po gjithsesi, do ta çonte në atë që është visual cortex ose korteksi pamor që është mbrapa, do çonte pamjet dhe pavarësisht që ti nuk shikon dhe syt nuk bëjnë punën e tyre, ky imazh që merret me kamerën do të përkthej atje dhe do të mund shikoje pastaj pamje. Po shikoja se si dukej, ishte njëra nga këto që vura re, dhe kishim bërë këtë eksperiment. Kjo është mbaj mend, pra që është faza e parë. Po të shikosh në krahun e majt të figurës është një mace me një tavolinë dhe në krahun e djathtë është çfarë do të shikonte i verbri në këtë rast, në fazën që jemi tani. Një drithie le të themi. Një drithie, po do të shikohet paktën, po themi konturin e trupit të macës atje dhe dal nga dal kjo premton që të përmirësohet, të qartësohet edhe të ketë më shumë definicion, në mënyrë që pamja të bëhet sa më reale të mundur. Pra është edhe për ata që janë totalisht të verbër. Sipas këtij, brenda 2026 do të fillojnë aplikimet e para që dikush që është totalisht i verbër, që s'ka parë kurrë, do të mund të shikojë për herë të parë. Kështu që Neuralinku është duke forcuar edhe këtë. Bën dhe gjëra të mira ky Elon Musk. Të njerëzit. Okej, japim shpejt edhe fituesit. Pyetja pamundur për ditën e sotme, 30% e njerëzve do ta donin këtë në dasmën e tyre, fëmijët e tyre. Do donin t'i kishin aty. Jo. Është shumë e lezetshme në fakt, të cilë fëmia lulet në altar, të shoqëroj. Megjithatë, kemi vetëm një fitues, është Egla me numrin që mbaron me 718. Urime Egla, ke fituar një kupon nga Enzo Attini, ta gëzosh. Bravo Egla, ndërkohë bravo edhe atij që ka numrin që i mbaron me 352. Numri që mbaron me 352 është fituesi i quizit muzikor për ditën e sotme. Na ka thënë se është Paul McCartney, kjo quhet Hope of Deliverance. Ka qenë shumë popullore dikur në Shqipëri. Kam përshtypjen para se të lindte ti. Hope of Deliverance. Hope of Deliverance. Edhe kështu që nga vitet 90 ju përcjellim me këtë këngë. Bravo i qoftë edhe fituesit. Hope of Deliverance, Paul McCartney. Zonja e Zotrin, ne takohemi sërish nesër së bashku. Ju lëm me Ronaldo Sharkën këtu në Top Albania Radio në Live from Tirana.